prapo e tregoni një sukses jashtëzakonshëm në kuadër të garave europiane, po dihet një Prishtinë, sidomos nga ajo Prishtina që kemi pasur në FIBA Euro Cup, e cila është vetëm një skuadër, po nga Kosova, thjesht shqiptare që ka arritur të jetë në 16 ekipet më të mira të FIBA Euro Cup. Trajneri për fillimin ka thonë objektivat janë shumë të qarta, jena ngor paket titujt. Që pjesën e MBL-it asnjëherë nuk kam pyet nëse për ne ka qëllimin e fitu MBL-in, po ne kam marrë si objektiv parësor mi kalu grupet, na veç edhe me një fiturë eventuale na matematikisht i kalojna grupet. Momentalisht e kena 3 ndeshje, 3 fitore. 3 fitore edhe 5 ndeshje na kanë mbet. Ndeshja e radhës është martën. Po ambicet po shtohen, se selen lojë që po lujna ambicet po shtohen. Dhe ekipet kundërshtare kanë një respekt më të mirë që është për Prishtinën kur po lojmë, nuk është që po bëhet ndonjë farë në vlerësim me shkakun që ose nuk kena qenë pjesë më të në Liga Evropiane ose shkakun që jena për Kosovës e peshojnë edhe fuqinë. Po edhe është një familjarizim i mirë i lojtarëve brenda ekipit. Që tash në rastin me Bratislavën, lojtarët e kanë po një video të një lojtarit të Bratislavës që e kish bën një thirrje edhe paka shumë si në shako, ka ironizu me emrin e Sigal Prishtinës, i ka bërë disa rima, edhe puna ke që jo veç lojtarë vendor, po dhe lojtarët amerikanë që në klub, kur e pa në videon, fillun me një farë, që me thonë një farë në vlerësimi që ja kanë bo, edhe e morën shumë personale, sa që se kumë besu që kanë me lu me qaqinati, kundër që ati lejtorit, sa që edhe në fund ja përmenë që në qëto... Kështë që ku ka mirë... Një farforme ke mirë, se këta... Motiv për e lejtorit, po... Nuk ka kundërshtar të letë në NBL, po shihet edhe te PEA që ka grupe, ka ekipe shumë më të mira se na në ato me përvojë po qëllimi është i qartë, veç me vazhdu me fitu.